konsiderohen të jenë kategoria vendimtare e votuesve që do t'ja japin PDK-s pushtetin në komunën të cilën nga pas lufta e deri tash të udhëheq LDK-ja. Gratë e fushë Kosovës ishin të ftuara të radhës së Partisë Demokratike të martën pasdite. Që mesazhet e dhëna këtu të marrin një honë më të madhe u vendos edhe zërim shtesë. Derisa të vinin mysafirët politikan, duhan pirset dilnin jashtë herë pas here. Nga një kopje të platformës për fushë Kosovën më mirë dhe biografi të kandidatit për kryetar, i priste në tavolinë ato që vinin. Për zonjat e partisë që dolin nga lufta, tubimin e kafenit duket se te i kaloi pritshmëritë. Fiks në kohën e caktuar, këtu vijnë protagonistët. Bashkë me kandidatin për kryetar Rahim Tërnava, këtu erdhi edhe sekretarja e PDK-s dhe disa deputete. Kur morrin fjalën paragrave, për cilat nuk pati mjaft vende të ulen, Lora Qitaku tha se fushë Kosova ka dëshmuar veten në zgjedhjet e kaluara. Nuk kanë hyrë gratë me kvotë, po burrat kanë hyrë me kvotë. Më pas shtoi se i zgjedhuri i PDK-s për kryetar është ideali dhe do t'i dëgjoj brengat e secilës. Ai nuk ka heq dorë asnjëherë nga ëndra e tij për një fushë Kosovë më të mirë. Për një fushë Kosovë e cila nuk është tranzit, por është destinacion. Për një fushë Kosovë më të zhvilluar. Tërnava sipas saj është pretendenti që i kupton hallet e zonjave. Kërkesa për qerdhe nuk është luks, është mundësi për gruan që të punësohet, që të avancohet, që kontribuoj në familje në shoqëri. Kërkesa për hapësira të gjelbra, për porçe, nuk është luks. Ai që pretendon karrigen e të parit komunës, sikur tregoi me një ragem pse beson më shumë tek ato që ju erdhin në ndej. Ju lutem që si ju djem që atje, ose dilni jashtë se ju e bëni problemet. E shpejt dha dhe top prioritetin e tij, si prejes potenciali i fushë Kosovës. Borlogu që na ka mbulu neve është hapi i parë, vendimi i parë, puna e parë që kam e largu prej qytetit. Se të e largu borlogun, largohen edhe qendën Dacak. Duke parë disiplinën e zonjave, ky u zotua se 50% e kabinetit e tij do të jetë me gra. Gratë kanë qenë sakta në raportimet mujore, në raportimet 3 mujore, në raportimin vjetor. Asnjëherë s'kena pas vështirësi me kompletu raportin vjetor ose mujor. Tërnava tha se si kryetar potenciali i fushë Kosovës, do të veprojë si paraardhësi i tij, që ky thot kishte në fokus ndërtimin e banesave e jo arsimin e hershëm. Do të ndërtojmë 10 qerdhe të reja. Nuk kemi pse mos me ndërtu, buxhet ka. Si babi dy vajzave, Tërnava dha fjalën që do t'ju dalë krah edhe zonjave në biznes me subvencione grante, por për të qenë kjo e mundur, sipas tij, duhet që të gjitha me 12 tetor ta votojnë numrin 191.